Të nderuar miq, mirëmbrëma, takojmë sërish me të pashoq edhe për këtë të mërkur si çdo javë në orën 21:00 për të analizuar e diskutuar mbi zhvillimet kryesore të javës, edhe ditët që lam pas në fakt mbartën me vete të njëjtat lajme, po themi të njëjtat zhvillime, i referojmë këtu gjithçka ndodhi me investigimin e televizionit italian Rai 3, emisioni Report aty, polemikat që shkaktoi dhe reagimet në vendin ton, nga ana tjetër zhvillimet brenda Partisë së Lirisë, retorika e Metës në raport me drejtësim personalisht me zotin Dumani, kreun e SPAK-ut, zhvillimet që prodhon ky i fundit, flet arrestet që priten por që s'duken gjikundi, protestat e opozitës, zhvillimet brenda këtë të fundit e të tjera si këto. Në pjesën e parë të emisionit unë do të kem kënaqësinë të ndaj gjitha këto zhvillime politike dhe jo vetëm me Myslim Murizin, ish deputeti i Kuvendit të Shqipërisë. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirë u gjej. Ndërsa në pjesën e dytë do të jemi me Silva Cakën nga Partia e Lirisë për të diskutuar dhe zhvillimet aty në të pashoq, kështu që na ndiqni. Zoti Murizi, ka shumë zhvillime, po unë dua ta nis fillimisht me ato që prodhoi investigimi i medias italiane Rai 3, gjithçka shkaktoi në vendin ton, ju keni reaguar gjatë këtyre ditëve, por pati reagime të shtuara edhe për faktin se u paralajmërua që dielën e shkuar në mbrëmje do të vazhdonte ky investigim, por u ndërpre dhe nisën aludimet, pastaj siç funksionon rëndomt për zbuluar dhe ndonjë prapaskend mundshme. Fillimisht, cili është informacioni juaj mbi këtë investigim? Para është një radiografi e qartë, cilën pjesë dhe opozita e ka denoncuar nga viti 2014 në mandatën e parë të qeverisë Rama, dhe një skaner se si funksionon pushteti i Ramës me sekser brenda kullës fildisht nga Angela Gaci dhe sekser jashtë asaj kulle që janë element botës krimit, cilët bashkëpunojnë në funksion të korruptimit nga qeveria Rama të persona të rëndësishëm të agjensive ligjzbatuese italiane që kanë ardhur në Shqipëri për tjetër punë, dhe një prej tyre është i dënuar, general Fabrizio Lisi, merr peshqisht 3 milion euro pasuri mbretët, minimalja. Flet për reformën drejtësi, flet për ardhjen rishtare të agrojuristit Angela Gaci, Enli nga marrë institut bujqësor, është një brez me mu, nuk e di e mori apo se mori diplomën, është një avokat që na e bëjnë me tamtamet mëdha, apo është emigrant, si shumë emigrant tjerë në Itali. Në DNA-n tim e licenca avokatisë ka marrë tek dhoma avokatisë shqiptare, tek Max Haxhia, pastaj është shfrytzuar njohjet e tij, lidhjet e tij, madje ish funksionar i lartë i Partisë Socialiste, konsull. Ka dhe episode shumë çuditshme se si ndërhynte për të kaluar nga bari për Shqipëri elementë cilët ndoshta ndiqeshin nga policia italiane apo ishin në survejim të policisë italiane. Pra unë nuk pash në hata të madhe tek e gjithë kronika pjesa e parë. Në shkuptim nuk pat hata. Është gjë që është që njihen, po thoni, gjëra që dihen. Unë po, në cilësinë e një deputeti apo kryetarit të PD-s Lushje 2014-2019 dhe i deputet 2017-2021, kam qenë i qartë që Shqipëria pas aksionit bombastik për show të prishjes kanapësin Lazarati, u mollë e gjitha Lazarat, kam qenë i qartë për kampion të Ramës, qoftë Tahirin, qoftë Gjavën, lidhjet e tyre kanë qenë 13 drejtues policie, gjithë drejtues të policisë që unë asaj mirë Tahiri sot s'ka asnjë, sepse u shkarkuan nga pasazhi Gjava. Ky investigim nxori njerëzit më të afërt kryeministrit aktualisht, Vëllajn, Olsi Ramën, Angela Gaçin, sekretari i përgjithshëm i kryeministrisë. Këto janë denoncuar edhe në mediat shqiptare. Patjetër. Prandaj thashë nuk shoh në çudi, dhe ajo që unë do ta shifja jo bardhëzi, është që puna e Rajt nuk është punë e paguar për luftë politike shqiptare. Është një punë investigative, një televizioni prestigjos për hall tyre, dhe ata nxorën që edhe pazari i marrëveshjes, pra ata në një farë mënyrë indirekt i bën radiografin se si funksionojnë hajdut e qeverisë Rama, por ata e kishin me qeverinë e tyre, me kuadrët e tyre, se Fabrizio Lisi, generali i Guardias, është i tyre, që Meloni bën pazare me këta, është i tyre, dhe unë nuk besoj që do të kaloj kaq lehtë në politikën italiane.
Po për pjesën shqiptare se kjo na intereson, në sensin çfarë do të prodhoj. Në informacionin që kam unë, aq sa kam. Po. Unë nuk bëj as si fallxhor, as si këta që kanë ose shprehin bindje sikur din konspiracionet mëdha. Rai nuk është media inceneratorësh, nuk do të luajë me dignitetin e tij, qoftë ky një sharlatan kryeministës si Rama, qoftë një nesona i dëgëruar me para. Po sipas jush pse u ndal të dielën nuk u transmetua apo? Ndoshta për të patur. Se thuhet që po pritet intervista e Ramës atje. Është një detyrim që ndoshta edhe mediat shqiptare e kanë por rrallë zbatojnë. Kur gjundi ka me gur, duhet të publikosh patjetër reagimin e atij që gjuhën. Pastaj ti mund t'japësh për të çfarë të kesh qef. Po them në këtë rast është gjujtje me gur me të drejtë. Në Ramës, por me që ky u ka kërkuar një intervistë tyre. Unë nuk mendoj që do të bllokohet puntata e dytë e filmit Oktapodi shqiptaro-italian. Po ta shikosh. Brezi im që man men filmin e Katanit është fiks e ndërthurur mafia politike me mafian ordinare. Edhe sa herë që e ngjoj apo shoh pjesë të botuara apo të cituara nëpër portale të ndryshme, më kujtohet thënia e të madhit Borsellino, që mafia dhe shteti janë organizata që jetojnë në tjetër territor, herë shpallin luftën e tjetrës, herë bashkëpunojnë me tjetër. Kjo është pjesa e dytë, rasti i dytë për Shqipërinë, por jo vetëm, në këtë rast edhe Italia del e pist e ndyrë në pazare në korrisë të taksave të qytetarëve italian, ai $1 miliard në taksa të qytetarëve italian. Ajo pazar që është. Po pra, në emër të marrëveshjes për refugjatët. Po pra po. Në emër të marrëveshjes për refugjatët dhe tjenit binde që do të shlyhet në borxh, do të ngrohin xhepin. Edhe kjo aguridhje e kryeministit të Italisë, ish parukierja Meloni, është bela e madhe me ne shqiptarët. Servil politikës, të pështirë. Mund marr paratë të Strasburgut te Geti. Ne gjykojmë njerëzit nga origjina, nga kanë lind dhe nga gjuha që flasin. Pra jemi shumë servil ndaj atyre, jo shqip folës. Hajduti është hajdut, pavarësisht çfarë gjuhë flet. I vogël është i vogël. I pisni është i pis, le të jetë ky kryeministri i kujt do veni apo presidenti i kujt do veni, qoftë dhe Amerikës. Ka mundur do të ndërhyj Edi Rama në median italiane lidhur me këtë investigim? Ai ka tentuar, se kjo nuk është më sekret, që ai ka tentuar apo ka komunikuar me territorin e Rai 3. Por Rama e ka ngatruar ndoshta me mediat që i merr në telefon dhe i thot këtë kronik hiti, këtë veni, këtë do ta ftoni, këtë do ta ftoni. Me mediat kombëtare shqiptare, të cilat me nga i kock fyt si qen zinxhiri, me lek inceneratorësh, me lek tendrash, me lek koncesionesh, me investitor strategjik, i kanë në tutel. Rai 3 nuk e vën autoritetin e tij se ka vënë diskutim për Berlusconi. Jo për Ramën e Surrelit, një birbo që ka ardhur nga emigracioni francez duke kryer kazanat e plerave, vjedhës pikturash, i që e din mirë ata më mirë se sa ndoshta kush do tjetër. Shërbimet italiane për mua janë më të mirat, më korrekte dhe më për të patur në konsiderat prej vitesh. Ata kanë parashikuar në 79 kur amerikanët flenin gjumë. Shërbimet e tyre. Kështu që e njohin Ramën më mirë se që njeh Rama vetë. Pas publikimit të këtij investigimi dhe me faktet shumë të rënda aty, sipas jush si duhet vepronte kryeministri Rama? Unë do të thuaj si duhet veprojnë shqiptarët para kryeministrit. Çfarë duhet të reflektonte, po themi, në qeveri, në popull, ai material? Nuk ka reflektim, ai duhet jepte. Meqense kur bëhet nga mediat jashtë bën bujë, se ato janë denoncuar edhe këtu për ditë. Po të shikosh vendet që kemi që na rrethojnë, nuk po flas për vendet me demokraci të zhvilluara. Një skandal i tillë, nëse do të ishte në Maqedoni, për gjëra shumë më të vogla se sa ka ikë qeveria e Maqedonisë. Nuk po flas për Kroacinë, nuk po flas për Francën, për Italinë vetë, kanë rruar 70 qeveri, avërzisht. Për Gjermaninë, që mendohet Sanchez, se po hetohet gruaja, po bravo. Sanchez me gjithë Topanches, mbrapa do të ikë dhe Sanchez. Po e këshilloi kryeministri ynë dhe ai e dëgjoi, nuk e dha dorë. Atje tek Sanchez Topanches nuk është Ben Kraja, shef Spaku, tek ai Sanchezi. Janë ata që ky çoj jo pak thata atjama apo loboj fort që në call centrin e famshëm të Armand Josif Ramos të mos e rrezikohej vllai dhe akoma s'ja ka dalë dot sepse në listat e tyre figuron si person që është i trazuar drejt për drejt në grabitjen e miliarda euro qytetarëve evropian edhe vazhdon akoma loja e call centrave të pista në Shqipëri. Se thuhet se një nga arsyet që mungoi Sanchez në
Asamblenë e Partisë Socialiste pak kohë më parë ku ishte edhe i ftuar, po ishte i pranishëm vetëm me një videokonferencë, ishte pikërisht edhe kjo, zhvillimet mbi aferën me call centerat dhe përfshirja e personave që ju thash. Sepse shërbimet inteligjente të vendeve që janë prej vitesh demokraci, edhe pse Spaja ka problemet e veta, jo Baskët, jo probleme, konfliktet brendshme, por nuk është Republikë bananesh ku në 8 kontenjer vijnë 6 droge, 2 banane dhe bëhet sikur kapet në jarë krahasisht me marrjen telefon nga vetë pronari të një nga funksionarëve të lartë të policisë. Kështu që unë besoj që shpejt do dali dhe ajo e dyta, reagimi i Ramës duhet ikte në dorëheqje nëse ka sedër moral, aq sa morali ngelet politikës, por kjo nuk përbën asnjë lloj ndjesie emocionale për ta bërë këtë akt tek Rama dhe tek gjithë tufa e atyre që kanë qeverisë shqiptare nga 2013 e sot. Po të keni qef ju, ta çojmë në 34 vite, në retrospektiv, i rrallë ka qenë akti i dorëheqjes në politikën shqiptare edhe nga pjesa tjetër. Në memorien time kanë ngelur si dorëheqje digniteti të ministri Sokolnako, zëvendës kryeministri Ilir Osmajli, edhe nuk di ndonjë tjetër, me të thënë drejtë. Në rrafsh pushtetin, rrafsh politik, qeveria duhet ishte e rrëzuar. Por shqiptar duhet të reagojnë. Po. Jo politika, shqiptar. Aq më shumë që një farë bindje dhe perceptim masiv, gati duke parë sondazhe me gjithë po pse nuk reagojnë? Janë sondazhe të paguara. Pse nuk reagojnë? Por që 52-54% e shqiptarëve pse nuk reagojnë? Pse nuk prodhon revolt çdo skandal i mundshëm që del në dritë nga të gjithë krahët plasë? Shumica e skandaleve që kanë mbuluar një tjetrin ka krijuar i ka bërë shqiptarët imund ndaj skeqjes, ka krijuar i farë imuniteti për fat keq të gjithë neve, që ta kalojnë kështu që a mos e illoj janë gjithë hajdut, janë gjithë. Kjo edhe për këtë arsye, nëse i shohin dhe i perceptojnë kështu, duhet ngrihen dhe të reagojnë në blok kundër politikës përgjithësi. Në këtë rast është kapur me presh dorë qeveria Rama, e lidhur po sepse shqiptarët e shohin hiq lenën vërprenën pra. Po të ngrihen pra të mos heqin lenën. Kjo është ajo e mosbesimit dhe pesimizmit. Heqin lenën me gjithë prendën dhe të vëjnë veten e tyre. Pra jo të shajnë 4 vite për një qeveri si të keqe dhe kur vinë votimet me fllitësinë që gjejnë listë. Po ç'vetë atyre do vendosin se kanë patur shumë alternativa Edion, me të thënë drejtën. Ashtu të vogla, rishtar, pra, që nuk i lën gjë. Po s'kan depërtuar dot pra. Po përse ky jemi ne. Nuk çahet dot kordoni. Sa kohë që të kemi këtë popull që shet votën për 5000 lekë, që trun në mallkon 4 vite dhe kur vinë votimet, ditën e votimit voton më fllitësisht. Po pra, në momentin që e le pa buk do ta shesi edhe për 50000 lekë. Dakor, pra, po me votë duhet të reagojë populli, sepse po ja kuptuan këtë lloj viroze politikanët, që ta lënë 3 vjet e 9 muaj pa buk dhe 3 muaj të fundit japin në trast mill për t'i bler votën. Kjo lojë do të vazhdojë. Kjo është sakë e dhimbshme që do të vazhdojë akoma sa kohë që këta qytetarë shqiptar me votën e tyre nuk e përdorin siç duhet, por e përdorin ndaj japin mbështetje me qelpsirë që shohin flet në votimit. Tu ka patur tentativa në 34 vite. Nga jo pak subjekte, 3 apo individ pa përlyer në politikë. Por pesimizmi që ka helmuar këtë shoqëri kur veten në votime, unë i pari, në 2021 më thonë sa mirë o ke bëj që o ke thënë hajdut në parlament. Por as sikur të ishe me ndonjë nga këta të mëdhenj fushat jo vetëm. Pra duhet isha patjetër me një nga këta qelpsira që u kisha bën mirë që u kisha thënë 4 vite, që jeni qelpsira së bashku. Kjo s'është më, unë për i grush votash më shumë nuk bëj hipokritit. Kjo s'është më i pafajshëm. Dakor. Ky votuesi në 10 palë zgjedhje qendrore, 10 palë zgjedhje lokale. Zgjedh më maskaret e këtij vendi. Më mashtruesit, më fllitësirat, më plerat, më fundrinat, më ordinerët, si që ka i pafajshëm ky. Nuk është zgjedhje të ikësh nga i grush njerëzish që ti ushqen me pushtet nëpërmjet votës tate dhe arratisesh pastaj nga syt kam 2 milionë gjysmë shqiptar janë degdis në çdo skaj, në çdo cep globit. Mëllë syt rrotullosh globin të vazhgisht, nuk ka vend që nuk edhe në xhungull. Në Sudan, në Somali nuk ka vend që nuk gjen shqiptar. S'është kjo zgjedhje. Investigimi i Rajit duhet vërë në lëvizje spakun? Për mua po. Sipas jush? E ka detyrim, më së pari duhet bëj një akt që të tregoj që nuk është i trellur, që duhet të sekuestroj 30 lëm tokë, 3 hektar tokë, në një aferë të pirë, siç ka sekuestruar pronat e shumë të tjerëve që është dyshuar se kanë qenë pjesë e grupeve kriminale apo pasuria ka ardhur nga trafiqet. Pra ta vëj një sekuestro
është preventive, dhe të nisë hetimin, kush është burimi i kësaj prane, nga ka ardhë tek dora e parë, kush është shkaku real që është dhuruar, se mo nuk di tjetë në një as fondacionet më të mëdha pa mirë se nuk i dhurojnë kur një individi me aq pushtet 3 milion euro. Për çfarë? Se ky ka hesht për trafikun e drogës që kanë bërë këta që i kanë dhuruar tokën. Se ka ky që trafikonte dhe i ka dhënë këtij tokë, ka punuar për llogaritë qeverisë dhe ky ka hesht që qeveria të jetë e mirë. Se ishte po ky general në patrupsinë e tij kokër hajduti dhe i lidhur me element botës krimi Shqipëri për me llumin e shoqërisë shqiptare, që tha 99.94% e sipërfaqes drogës nga vëzhgimet tona të guardias është asimiluar, shprishur. Po ky nuk ka pastaj në 2016. Po në raport me Agaçin dhe Olsi Ramën, si duhet të jetë qasja e SPAK-ut pas këtij materiali? Kur them duhet mos pari urgjentisht duhet sekuestru prona, gjurma, pastaj merret kaseta që ky del garant që thotë mos çaj kokë se jam unë këtu me gjithë blokun, pavarësisht se kush është gjithë adhurant, dhe të filloj kush janë lidhjet dhe pse. Ky duhet ishte dorëzant, por dhurimin, që për mua s'është dhurim, është blerje. Pra, nëse ne flasim, apo amerikanët kanë dënuar 4 vjet me Gonigalin për shumë më pak lekë se kaq, 250.000 euro, paktën legale, shifra aty është më rrëmendse, çfarë gjobash ka vënë në Shqipëri. Ky është i deklaruar që minimale me 100 euro tokën për këtë që se gjen kurrë sot, është qeras për të mbyllur gojën, për të heshtur për gjithë zullumet që Guardia ka vënë re në qeverisjen 2013-2017. Dhe ky nuk ka hyrë në burg për këtë punë në Itali, po për pazare. Ndërsa për pjesën e vllajt kryeministrit ka edhe një kërkesë nga ana e opozitës e rithemelimit me kryegazmen Bardhin, apo jo? Të jemi sinqert, nuk ka kërkesë, është një show. Jo, kërkesa që është paraqitur në SPAK pra për Olsi Ramën që të rihapet dosja Xibraka dhe të hetohet vllai kryeministrit. Jo, si? Nëse po pra se Olsi Rama e kallzoi dhe për shpifje dhe SPAK e rrëzoi dhe i dha drejt Bardhit, tha nuk ka shpifje këtu. Po problem. Po s'ka shpifje se s'ka denoncim pra. Ka qenë një lojë të dakordsuar mes të dyve. Po pra, po Bardhi thot nuk kemi bërë denoncim, kemi bërë kërkesë për të rihapur dosjen. Pra informacioni është shtesë, si më thon. Me gjithë rezervat pra është nul kjo. Me gjithë rezervat që kam unë për personin politik Gaz Bara, që është një neson, i hiç politik, nuk ndaj të jetë në konsiderat për formimin e tij profesional. Është nul kjo lëvizje në kuptimin juridik? Patjetër. Dhe e di mirë që është nul, sepse si jurist nuk mund ta shaj. Gaz Bara. Mund të kem rezerva që një gjithë është i paftyr, akrobatik, lëpin çfarë përshtynë më the thash, por nuk mund të ndaj të jetë në konsiderat për qenien e tij të formuar profesionalisht jurist. Atëherë si qëndron e vërtetë? Atëherë ky ka luajtur që unë do të bëj lem, po SPAK-u nuk funksionon me lajmërime. Gaz Bardhi nuk është bil frytës. As i 1200 lekë fuks dege i kohës së babës Gaz Bardhit njerëz pas. Nëse gazi ka lind, nuk e ka njoft. Po në fuks llikut i 1200 lekë. Edhe pse ka aty kolegë spiona. Mbrana grupit të tij dhe në grupin e PS-s, nga Rama me Nikollën e Merall, por nuk e ka njoft. Nuk funksionon që ti të çosh letra anonime si Jovan Bregun SPAK. Jo. Joftimin e kam publika dhe s'ka nevojë ta lajmëroj. Joftimin ja u ka bërë Sali Berisha me një zonë shumë më burror dhe shumë më fakte në vitin 2014-15. Kështu që nuk ka nëse mendon që timbri i zërit me cilën gazi del nëpër media dhe kopjon denoncimet e Sali Berishës përbëjnë objekt hetimi për SPAK-un e ka gabim për vete. Nëse duhet vësh lëvizje një organ që është jashtë pushtetit politik dhe është pushtet në vete, siç është drejtësia, duhet bësh kallëzim. Pastaj ata merr apo nuk ta merr në konsiderat organi i akuzës, në këtë rast SPAK-u, është problemi i tyre, por prap ty të lindë drejta ta ankimosh. Po si Bardhi ka bërë pakt të fshet me Olsi Ramën? Nuk ka bërë denoncim, po them. Po pra po, pastaj edhe Rama, Olsi duke ditë që s'ka bërë denoncim, për të mos dalë fiasko, bën një kallëzim për shpifje. Dhe SPAK-u i tha, nuk ka shpif asgjë se s'ka kallëzuar asgjë. Ka bëj deklaratë publike politike, për të cilat politikanët nuk marrin përgjegjësi, aq më shumë deklaratat brenda sallës së seanca plenare apo brenda ambienteve të parlamentit, përfshi edhe kryesinë e kuvendit. Nuk bëhen bazë për nuk merren në konsiderat pra në një farë mënyrë ndaj deputetit s'pan përgjegjësi për çfarë flet
në seancë apo në komisionat parlamentar. Po pse ja ka bërë këtë nder Bardhi Olsi Ramës në këtë rast? Nëse do e quajmë kështu? Jo, sipas jush. Unë nuk kam. Pse nuk ka bërë kallëzim me kam fjalën? Kam asnjë qasje dhe asnjë afeksion as për Bardhin, as për Ramën, Olsin. Si i bie që bashkëpunojnë pra? Nuk e di se si qysh tek. Unë po them që mirë, sipas jush, pse nuk e bën kallëzimin? Pse s'ka bërë kallëzim? S'ka kellgje. Siç nuk bëni kallëzim edhe për burrin e Armonela Felajt. Që e përshneta në atë kohë edhe pse nuk e doja, si një njeri që ka aktruar në mënyrë të pistë politikisht brenda 4 viteve, por nuk e çojnë prokuroria, ata që thanë mes kuvendit që yt shoq ka marrë 1.6 milion euro nga 5 biznese që i ka patur në hetim për faturat e vësheje. S'ka këllë në kuptimin ka frikë? Po nuk e di, prandaj thash. Për mua është dyshim dhe unë kam qenë i pari, ndoshta edhe i vetmi që kam reaguar herët kur më hodhën në fyt bil frytset e krahut tim, patronazhistët Facebooks, që jo ka bë kallëzim gazi, ka bë kallëzim, pastaj më thanë pas e pas drejt. Siç ka thënë prej 6 vitesh, 7 vitesh, shumë herë pas ke pas drejt. Nga djegja e mandateve, nga loja që ka bërë Luli me Ramën, nga mos pjesëmarrja në reformën territoriale, mos pjesëmarrja në reformën e plot të drejtësisë, mos pjesëmarrja në zgjedhjet 2019. Pra është një teatr i vështirë. Dakor, bëjmë një deduksion. Siç nolli me amnisti. Dakor. I kanë rajtur protestuesit. Dakor. Bëjmë një deduksion të shkurtër logjik. Meqense Bardhi kryetar ka Sali Berishën dhe e njeh tashmë, apo jo? Të partisë. Nuk e kam djuar akoma që ta joj sa kohë që nuk ka. Atë është zëvendësi ti. Tani, de jure të pak. Nuk e kam pa në 130 ditë të vi asnjë ditë aty poshtë, vetëm një ditë. Me që Bardhi nuk ka këllqe të bëj kallëzim për Olsi Ramën, për Dosen Zibraka, atëherë Berisha pse nuk urdhëron një zëvendës tjetër që mendon se ka këllqe të bëj këtë kallëzim. I bie që nga i pari tek i fundit pra ka një dakordsi, ka një bashkëpunim se kështu vjen. Funksionon zinxhira kam fjalën. 28 dhjetori nuk është i lirë. Që të reagoj, ti thotë të tjerëve them, të delegoj të tjerët, ta bëjnë këtë gjë. Atë që kam kërkuar me këmbgulje dhe që heshtën për ca kohë ata pastaj e bën, që nëse ky grup parlamentar nuk riçon në gjykatë kushtetuese vendimin absurd të mazhorancës për mandatin e Olga Gjaçkës, është një grup parlamentar bastard i trellur dhe që ka lënë gjysmë ka prembes opozitarët që presin dhe shpresojnë në zgjedhjet e ardhshme për të përmbysur Ramën me votë dhe të mbështesin opozitë. E çojmë në fund. Po, e dërguan në hezituan. Po, patjetër. Sikurse kam thënë edhe në media kjo, edhe pamfletika. Pra ndoshta kam qenë, po edhe ju falenderoj. Pyetja pse Gazbardhi nuk e çon kushtetuese mandatin e Olga Gjaçkës, po. Nuk duhet ju s'kam punë me Gazbardhin. Aty deputet. Në emër të jo në emër, atë do ishte 8 firma, vetëm nuk e çon. Jo, dakord pra po. Kështu që sikurse kam këmbgulur që nëse nuk tentojnë nga një komision hetimor për magjistraturën, janë më të pisë se sa pisligjet që janë bën magjistraturë. Edhe aty do kalojmë. Tani, kalojmë pak tek zhvillimet brenda Partisë së Lirisë. Tani nuk po i hy të bëj një përmbledhje sepse i ke ndjekur për mos harxuar kohë, mos të bërë mërzitshëm. Do ta kursej shumë kohë. Kështu që unë do të dëgjoj vetëm komentin tënd. Nuk kam asnjë koment, s'kam asnjë interes se partia LSI që ka ndruar emrin dhe mund ta ndroj prapë. Po. Sa herë të ketë qef, nuk përbën asnjë interes politik dhe publik për qytetarin Myslim Urrezi, për politikanin Myslim Urrezi, për ish deputetin Myslim Urrezi. Po mirë, zero dhe nuk do ta bëj pyetje ndryshe që të më japësh përgjigje. Po nuk ja përgjigje fare sepse sa kohë. Është lloj si partia njës pas Hysni Milloshit për Myslim Urrezi. Dakor. Sa kohë që se kam votuar listën e Këshillit 14 maj. Se ishin shumicë ata për cilët unë jam ngrit 19 për t'i përmys. Ata prindërit e tyre, kushrit e tyre, nanat, baballar, tezat, hallat e tyre nga pushteti, nuk përbën interes për Myslim Urrezi. Okej, dakor. Pyesni në një birë bomrena rithemelimit që vdes për Ilir Metën. Kështu që pse duhet ta harxojmë kohë për këtë punë? Ka të tilla. Regjistri gjyqtar ka, regjistri gjyqësor i gjykatës Tiranës ka 147 parti. Për mua është një nga 147 partitë, kështu që pse duhet i kushtoj rëndësi, vëmendje, kohë? Do bëj një pyetje tjetër. Po pyet si ke shkef. E gjithë kjo tollovisë që ju e quajtët. Dhe pasaj shoqëruar me do arrestohet sot, do arrestohet nesër, do arrestohet pas nesër, hënën, martën, shtunën, fundjavë. Po flasim ma për partinë e Lirisë. Jo, dakor. Jo, prit se pyetja nuk është kjo. Kush do arrestohet gjithë partia? Jo, i referohemi çiftit me ta kryemadhi si. Atëherë po flasim. Kokat e Partisë Lirisë. Por këtë mund të t'jap një opinion. Tani, kjo gjë është rrëdhur si një shashk, ka një teatr të madh, paktën për shumë kënd. E lexon kështu.
apo i shërben kjo lloj tollovie me arrestimin ose jo të Metës dhe kryemadhit direkt Edi Ramës, sepse po të kishte ndonjë arrestim. Për ish presidentin Meta. Do të kishte ndodhur. Dhe deputetën Monika Kryemadhe. Pra, është teatr kjo apo vërtet e besoni ju pjesën që do të ketë arrestim? E para unë nuk në dijenin time, nuk di që të ketë të regjistruar një procedim penal me emër Ilir Recep. Po, e tha vetë Spaku atë, po. Jo. E konfirmoj Spaku e kam fjalën. Deklaratat e Spakut. Dakor, po. Jo të disa goj haleve që rrinë me ka kamerë dosje gjithë të para tjera, pra. Spakut edhe aludojnë që do hyj Hasani, do hyj ky, do bëhet nami. Po pra, po ka dosje të tjera që e implikan. Sa kohë mund të ketë 1000 dosje. Sa kohë që ky organ akuze akoma nuk është i bindur apo nuk ka kellje të regjistrojë një procedim penal për qytetarin Ilir Meta, ish president Ilir Meta, apo për deputetën Monika Kryemadhi, unë nuk mund të shoh ëndra me sy hapur, do arrestohet Hana, do arrestohet Marta, do bëhet. Po atëherë pse bëhet kjo? Nga kush? Kjo zhurmë, pra, kjo suspans e madhe. A i shërben kjo direkt Edi Ramës? Ky lloj skenari dhe teatri? Nuk e di, është një teatr i përshtirë që s'është i sotëm. Kjo lufta dhe me 12.7 ndaj një tjetër, por koha ka treguar që amrena vitit, amrena 6 muaj, janë puthur me një tjetrin, kanë qeverisur së bashku, kanë vjedhur para së bashku, edhe pse janë sha me fare, me fis, me libër shtëpie, me rob dasme, një fjalor që me ta thonë një në rrugët ndam plumi me te, dhe pastaj ke pa më prehen të një tjetrit qeverisit. Kjo nuk përbën më lajm për njerëz që kanë patur memorie dhe që kanë vëmendjen për ta parë në skandër këtë politikë. Të pesë individët që kanë qenë lider apo vendimarrës të 34 viteve të politikës shqiptare. Logjika e përgjigjes tuaj çon te konkluzioni që SPAK nuk ka këllë që të lëshoj flet arrest për Metën, apo? E para, nuk mundet të lëshoj flet arrest pa dalur me një deklaratë nëse e gjykon që ka apo s'ka çështje konkrete për Ilir Metën. Po e ka thënë atë pra, në emër të Ilir Metës nuk ka. Janë dosje të tjera me të cilat implikohet. Dhe vazhdojnë hetimet. Ka hetim pasuror, ka dosja ÇSD-a e lobimit. Atë gjitha të tjerat, nëse nuk është regjistruar një procedim penal në emër të X qytetari, gjitha të tjerat janë taktika ose hile hetimi për të ruajtur afatet e kodit procedurës penale. Atëherë gjithë ky është një teatr i madh? Jo, sepse nuk e shoh teatr pra. Nëse është kështu. Pra, sepse mund të hetosh një çështje pa i vënë emër. Po. Në moment që deli lidhur i 4 cifrisht në Shtymë Rrizi, me këtë. Pra ti mund ta hetosh sepse mund doj më shumë kohë se sa 2 vjet. Patjetër. Nëse e regjistron në emrin e Shtymë Rrizi, brenda 2 viteve o do ta çosh në gjykat. Kurse ashtu do kohë më gjatë, patjetër. Pra, ata ruajnë rezervë, luajnë me faktorin kohë. Po. Dhe në moment që mund t'ju dal konkretisht që qytetari Meta apo Murrizi, Berisha, Rama, ku diun, e kanë detyrim, besoj, nëse nuk janë të tredhur, të regjistrojnë procedim penal me emër konkret dhe pastaj ta vënë dijeni personin, t'i komunikojnë akuzën dhe ta gjykojnë bazë rrezikshmërisë që sjell për të prish provat, veprës penale që ju del që ai ka kryer, nëse do ta gjykojnë gjendje të lirë, si gjykojnë Beqen, Fatmir Mediun, ku diun, Damian Gjiknorin, Engel Agaç, apo do të gjykojnë me masë shtrënguese. Personalisht jam kundër shohut statistikor të organit akuzës dhe kundër politikës penale shtrënguese sovjetike. Ne kemi një kod penal perëndimor, por që në fakt nuk e zbatoj. Nuk është një qef i madh që të çosh njerëz në arrest, pastaj mas 6-7 muajsh i vitit 2 vjetësh thosh që nuk jetëm gjë për këtë ta nxjerrim për jashtë. Jo, ti mund të kesh mas tjetër më të lehtë që të mos iki. Merri pasaportën, më diun me detyrim paraqitje, më thash. Hetoje, ditën që të mushet mendja që ke fakte, çojnë gjykatë se nuk dënon prokurori. Këtu kanë është gallate e madhe, nga që një deklarim i subkonsciencës së Dumanit në KLP, që tha afërmen gjykata vendos çfarë themi ne, dhe ajo është nuk ka shkelje më të rëndë për këtë drejtësi të pavarur. Gjykata është gjykatë. Dumani është pali barazlefshëm gjyq si avokat. Njëri mbron shtetin, tjetri mbron qytetarin. Dhe kur të mushet mendja që gjykata vendos që ky duhet me shku në burg, arrest me burg, sepse ka rrezikshmëri, mund na iki, prish provat, kërcënon dëshmitarët, intimidon ata të cilët dalin tek dosja, janë një serë arsye që ka të përcaktuar qartë kodi procedurës penale. Se çfarë ndodh nëse arreston për show? E arrestuar Ardian Fullani, do i mori 800 milion lekë taksa shqiptarëve. Ja mbyllën me arrogancë, Begetit ka marrë 130 milion euro, që do t'ia paguajnë
si qenë të trellur kokër kyllë Agurillë Meloni. A di, e arrestuan Bert Dervishin me incenerator, di zëvendës ministri e nëzorën Doli Pafajshëm. E arrestuan Nikolin Jakën kohën e Partisë Demokratike, Dorin mori dëm shpërblim. E arrestuan Ilir Bezanin, e arrestuan këtë gjikën e LSI-s ke rrugët, arrestuan zëvendës ministrin e Nanës Bujar Himxhim, zëvendës guvernatorin Llambi Pitën, nuk shkohat me statistika. Nëse duam statistika për të kënaqur popullatën vegjëlit, qeveria më e mirë e 100 viteve ka qenë Enver Hoxha. Çdo 2 vjet i vriste nga 4-5 antarë të byros politike. Ne jemi në demokraci. Njeriu ka drejt prezumohet i pafajshëm derisa dënohet me vendim të formës për të gjykatës së fundit. Apelit ose çkallës superiore, gjykatës lart, ai që e çon. Ne këtu ta bëjnë gjyqin mediat. Si e Deni Laras ka ti që thot Meta? Ta bën pretensë gjyqi shkeljen veprën burgut. Ta cakton dhe arrestin. Si e diagnostikoni ju qasjen e fundit të Ilir Metës? S'është Ndaj gjithçkaje. Shpërthimet. Po pra. Po i tillë ka qenë Meta. Ndaj Spakut, ndaj Eltin Dumanit, Në i gjithë, edhe ndaj hekrave. Po pra, e përmblova. Po pra. I referohem gjithçka. Do të thosh sjelljen. Po pra. Po Në thonjza si e diagnostikoni. Se mund të jetë edhe një zgjedhje PR-i, por nuk e di tani. Po ndoshta. Unë e shikoj kështu. Zgjedhje PR-i. Po. Me vetdije. Duke qenë që pak para emisionit më pyetët çka kam marrë, thash mjek veteriner dhe kur arrit kuptoj se kanë apo jo te lopa që nuk flet, pra kafshat që nuk kanë gojë. Njerëzit i marrin në anamnezë më kollaj. E kafshë ndonjë njerëzit, po kafshë me zhvillim superior të konsciencës. Kanë logjikën. Ata që e kanë, një pjesë. Kështu që unë nuk ka përbër lajm për mua, për shembull shpërthimi i Metës ka qenë kur futi Berisha në burg në vitin 2000 kam qenë deputet. Vrau sy lushën me 3 tjerë në Tropoj, ku ishte kryeministër. Në delir të madh. Një shpërthim tjetër ka qenë kur dilte në shpërthim për bërë lajm sensacional se vuat që thot unë kur prishi kioskat ke Tajvani, ke Barinia, ato Buzelandës. Si ka prish Rama dhe që thot kjo Rama, ka prish Meta kryeministër. Rama duhet fuste i 100 miq mandaral 8 orë për taku Meta në terë kryeministër. Rama i bashkisë. Ky Rama i madh, i forti ky. Një shpërthim të madh për shembull kemi parë kur u nda me Nanën. Çfarë si tha në atë KPK-n që i futën gishtin njëri tjetrit duke fol dhe u krijoi LSI-n. Një shpërthim tjetër është me Ramën në 2011 kur i tha ky pjell bastarde i sektit fllitësirave që nuk ka mohuar atësinë e 2 djalëve. Çfarë si tha? Ai që thash në këto raste me kanone me ligj ndan plumbi. Pastaj shpërtheu ndaj Sali Berishës në zgjedhjet 2013. Vajt Mlaçi e tha Sali Berisha në një plagosje në bord shkollës gjatë ditës votimit, do të largohet me çdo çmim dhe me çdo kusht. Pastaj shpërtheu në zgjedhjet 2017 kur PD ishte në çadër. Kur sapo la kryetarin e kuvendit dhe ishte zgjedh president, po s'kishte bë betimi gjatë gjithë fushatës. Ai është i vetmi presidenti i zgjedhur pas një vot opozitari brenda. I vetmi në 34 vite. Gjithë të tjerë a me drelli, a me hile, nuk po flas. Pra se zgjedhi majoranca, po. Po se opozita kishte dalë për jashtë. Po. Pastaj shpërtheu në 2019 ndaj parlamentit. Thirrim 2 marsin shpërthim. Bojkotin e zgjedhjeve vendore, pastaj lënia mandateve mori etj. atë që tha, unë jam tabel qitje ke mali me gropa, i ftoi Yuri Kimit me raketa Sud, Po. Tomahawk apo ku diun. Me MiG F-16 apo F-35 të më bombardojnë. Pastaj tha unë ka prej veshje hopla ato amerikanët e këtij për plas kokë. Pra nuk është i parë, po se. Jo, unë po them për këtë do duhet i nat dimrit. Po them për shpërthimin e fundit. Të marrësh gjithë shpërthimet. Për mua shpërthimi i fundit ka qenë një lloj, nuk është, ndoshta ka me interval kohor. Jo, po për çfarë qëllimi ka? Ka një qëllim. Ato qëllime që ka pas 34 vite. Ekzistenca në politikë si njeri i fort. Artikulon fort, vërtet fort, dhe pastaj ulet but qeverisë me ata që ka shajt më shumë. Ky është ai rezumeja e parë nga sytë e Mysty Morrisit e politikanit Meta nga 92. Po luftën personale me Altin Dumanin? Edhe kur shpërblemu. Edhe kur shpërtheu. Luftën me Altin Dumanin? Do ta them. Edhe kur shpërtheu atëherë grevën e Poliçanit që vajte arrestoi. E morën e futën drejtorit Beratit, erdh Gazidedi atje ku di çfarë thonë e bashkëpunoi e joshën për bashkëpunim, çfarë thonë detyruan me atë. Pra Ilir Meta herë ka pas shpërthime kulmore në politikën shqiptare. Është jashtë normale, gjithë kanë patur këta. Shikosh edhe Nano,
Berisha, Rama, do vrasin, do presin. Kujtohet opozita e Berishës, unë kam qenë për fat keq pjesë vetëm e opozitës, 97-2005 dhe 2013 e sot. Në pushtetin 2005-2013 kam qenë jashtë atij pushteti. Rus po thoshte Berisha. Tritolin, Anastas Banania, klani Zemuni, Duka i Kremi, Duka Alat me Berishën. Gjuveli me tregishta dhe Cekan Vlorë bon ministrat Berishës. Ben Imami nga tangu që thoshte ky do, Biles me vendimin e Ben Imamit dhe të komitetit të shpëtimit, edhe sot, se s'ka, nuk i ka kap amnistia, e ka me humor këtë, ka qenë dënuar me vdekje Tritan Shehu, Sali Berisha, Aleksandr Meksi, Bashkim Gazidete, Safet Xhulali. Nuk është zbatuar vendim se si kanë kap, se u shkrin komitetet. Por po t'i kishin kap, vazhdon akoma dënimi. Mori boni ministër mbrojtje nga tangu. E qartë. Po mori rast. Lufta me Altin Dumanin. E Ilir Metas. Ka drejtuar etiketime shumë fyese, shumë të rënda ndaj tij. Nuk di pse ka hesh Dumani për ta denoncuar, nëse është njeri ofenduar për fyrje, për shpifje, për shkak detyrës. Është një luftë që nuk është parimore. Në gjithë rezervat që kam unë për një tuf enveristësh dhe për 5-6 shqira prokuror të Spakut. Atëherë për çfarë bëhet? Nuk je i besueshëm për publikun, kur je person me përgjegjësi publike, politike, siç është Meta, që të reagosh vetëm kur vjen halli tek menderja jote. Ti duhet të reagosh në mbrojtje të interesave të qytetarëve. Unë nuk e kam dëgjuar Metën të reagonte për Bektashin e Kozares, që e hetuan 2 vjet në Spak, ka korr apo nuk ka korr gron me autokombaj, thirrën gjithë fshatin dëshmitar. Nuk e kam dëgjuar të reagonte si ish president në mandatin e pist dhe të turpshëm 3 vjeçar të Ben Krajs në krye të Spakut, për profesorin dhe doktorin shkencëtarin e nderuar Edvin Prifti. Pse dhe si erdhi ky që u vun në një operacion që se bari për i kancelarë e gjykatës së Krujës. Kush ishte? Qa donin? Qa halli kishin? Janë vaksinat mrapa? Janë pisat e Pfizerit? Janë LGBQ-t e Sorosit? Janë ata që u tallën me 8 miliard njerëz për këtë Covidin e fanë tash nuk belbëzojnë më. E ky, atë që deklaroi shkencëtar Prifti, atë po thonë sot këta për vaksinën. Pse? Nga erdhi? Se duhet të shikojmë që këtu parja e pistë të nëndeshme, qa nuk luan. Ku vjen 2 mujt Leksi i Sorosit, takohat me Rama. A thu se kanë lënë janë të 2 qytetarët Virginias, apo Texasit. I nga Sija, ardhë nga Voskopoja, nga Vllahina, ky, edhe si emigrante ka marrë nanave thajt pa prerë futi këtu. Dhe ky i biri filantrop miliardier, një spion i KGB-je, ish sekretarit parë i NIS, homologu i Koçokokdhimës dhe i Luan Bregasit, të Budapestit. Ky birë po tjetër. Por është manjat ai. Ai është majak, në fakt, jo majat. Kështu që i lloja, çlërsi ka. Unë them çfarë ka qenë dhe e kaluara, nuk blehet sa do majat, sa do miliardier, sa do pushtet kesh. Po ke hangër qelpsin llik, do të vjellësh si qenë një jetën. Pra Ilir Meta po e bën këtë luftë personale me Altin Dumanin për hallin e vet në raport me drejtsinë apo jo? Nëse e ka me Spakun si strukturë. Kam qenë i vetmi. Nuk e ka me Spakun, thotë, pra e ka me drejtuesin, drejton gabim, menaxhon gabim. Unë pra nuk e shoh deklarat që i shërben interesit qytetar. Pra nuk ka reaguar kur Spaku çoi për turpin e tij prap, 3 flet arrestit disa persona që kishin vdekur 2 vjet përpara. Nuk ka reaguar kur Spaku heshti Ben Kraja në dosjen I-84 dhe e çoi prapë në peshkopi për mos kompetencë. Kur Spaku heshti me 3-3, 4-ën, 3-9-4-ën, Xibrakun, dosjen e Durrësit e Merall. Nuk reagoi që ishte 3 vitet e para të presidencës Kraja në Spak, u bëj brëmnuj përveç atyre që denoncoi me Shtym Murrizi, dhe që unë nuk denoncova ata, të tendrit që 380 euro ka blej Kapele, sekretari përgjithshëm i Ministrisë Brendshme bashkë me Engjëll Agaçin. To kisha denoncuar dhe ministrat e Brendshme dhe të Mbrojtjes edhe të PD-s mbrenda, nga Ben Imami, edhe drejtorët e burgjet. Ajo firmë Ismail Kadiut, që nuk u thirr fare Ismaili, nga enveristi Kraja, ka marrë 28 milion euro tendra dhe 13 milion i faktoi gjykata kur dënoi 8 fatkeqët që janë vjedhje e pastër. Po të paktën kthej ato lek. Merre. Nuk reagoi edhe ishte president ky derisa mbaroi mandatin Kraja 2022. Pse se Kraja ka qenë vartës i Metës mas vitit 2000 kur Meta ishte kryeministër. Po gjuetia është
selektive ndaj individëve të institucionit, është gjuhë e tij për interesat tuaja personale. Nuk ngjit. Dekord, me qenë se 18 prokurorë që ka Spaku sot, ka mund rezerva shumë më shumë se Pra, kjo ishte pyetja ime. Kam qenë i vetmi që i kam thënë parlament krajes që ti je hipokrit dhe ke fshehur. Para pak kohësh ju keni bërë një artikull shumë gjatë dhe shtërues direkt sulm për Spakun. Unë, Po. patjetër. Unë nuk ngatroj kur institucioni me individët, por nuk them që ky, edhe pse është institucion i ri, është i kulluar. Është i qelbur si çdo institucion tjetër. Nëse Smeta e sulmon Spakun për interes hallësh personale, atëherë pyetja është ju pse po e sulmoni? Unë se ju s'keni hall personal. As më plasë nuk ma njen fare për ta. Kur i takojnë rrugët, i shoh kokën sy dhe ulin kokën si qend që i ke gjujt me gurë ke qenë i vogël. Po pse kjo pak kënaqësi ka që madhe? Ja të them. Po. Sepse nuk besojnë në integritetin e disave për tyre të cilët nuk kanë as profesionalisht kualifikimin për të qenë atje, nuk janë magjistrat. Kanë ardhur si OPG, çaj ka emëruar Ben Rakibi dhe Dhori Sollaku nëpërmjet politikës. Kanë qenë në hetimet e tyre të pist, siç është Kondili tek dosja Xhabraku, edhe ish prokuror, edhe prokuror i përgjithshëm, Olçela. Siç është Ben Kraja që duhet hetohet pse nuk e çojnë kohë dosjen e rrugës Kombit gjykat, por u zvarrit dhe ai e fitoi, u mbyll për procedurë, se nuk shkoi brenda 2 viteve. Çfarë pengoi këtë prokuror? Siç kam rezerva për ish hetuesin e komunizmit tjetër, Dvaranin, që ka bëj brëmnuj gjatë gjithë karrierës tjetër, si i butak, një skull, një vemje, që është lëpit gjithkujt që ka qenë pushtet, dhe që duhet shkonte në kokër të burgut pse shkeli kushtetutën dhe i çoi Metës 4 kandidat për gjykatë kushtetuese. 3 duhet i çonte. Dhe Meta që është po kaq përgjegjës që dekretoi të 4 Marsita Xhafrellari, në jo një nga ato 3 të parë, për t'ju thyer hund aty. Se kur ti dekreton të 4 nuk ka vlerë më denoncimi jot Spak për Dvaranin. Është si njoftim skullësh apo fuksës si gazbardhi për çështjen Xhibraku. Se ti e bëre fakt shkeljen antikushtetuese të Dvaranit. Ti thoje stop, kthej listën mbrap, më bjerë 3, se 3 thot kushtetuta, 3 ke unë, 3 ku vendi. Po jo të fërkosh dur si kjo që e 4 herë dhe kjo që mendoje që e kishe me vete. Sot je mërzit shumë që se ke, se nuk është luli me Enkeledin me Metën. Pra ti u bërë bashkëfajtor me te. Dhe unë kam godit Krajën në kuvend, sepse Kraja ka fshehur të kaluarën e tij, ka qenë kandidat për deputet i Bashkimit e Nis, punës Shqipërisë, të Lisem Bashkurtin 30 mars 91. Për të njëjtin fshehje është dënuar me 2 vjet burg Luandaci, që është antar i KPA-s dhe kishte statusin 9 vjeçar të paradhomës gjykatës kushtetuese. Pra, si mund ta besoj unë për shembull që ka pavarësi Lad Mara, Tam Prençi, i thon ministrit apo ministra e drejtësisë shefi. Vladimir Mara. Po, Jadi Vladimir Mara është kryetar seksioni 21-23-shit tek lagja 2 i Partisë Punës Socialiste. 80 vjet, shumë i kam respekt për te. Si mund ta besoj që ka pavarësi i biri i gjykatës, i antarës gjykatës lartë, pranvera Kondili, jep mësim ke magistratura, ky Kondili që është atje brenda. Ky që detyroi gjyqtari banda në integritetin dhe dignitetin e tij që kam respekt, që i thot merret pa emrat Ilir Beqet. Se e pa të lirë ky. Si për disa dosje dalin dhe kanë ushqim gazetar, për disa pse s'del, ç'a bëhet me një llagaçit? Pse s'del ç'a hetohet apo jo Xhibraku për s'dyti? Pse s'del për Banana Kingun? Pse s'del për sterilizimin e Jani Karathanesit? Pse s'del për çek atë pjesën tjetër që ka ky i spitalit amerikan? A janë hetim as janë hetim? Pse s'del për Erion Velin, po thotë kolegët e mi? Duhet të reagojnë këta. Ç'kolegë janë këta me Erion Velin? Hajdut këta. Do të thonë lufta juaj po themi me Dumani dhe me Spakun është. Unë nuk e kam me Dumani, e kam parimore, po e kam me fenomenet negative në qasjen me 2 standarde të disa ftyrave të qelbra brenda këtij institucioni që janë sjell me 2 standarde për të jetën çështje. Koleg, me kë është koleg ai? Me cilin hajdut? Spaku është koleg, ky hajdut i bashkisë. E para ky është as jurist. Për të shfrytzuar gjithë kohën. Ky ka marrë nuk e di ka apo se ka, ja një minutë. A mori diplom pa çavure që thotë ka dhënë 23, ka qenë 23 vende ka mbikëqyr zgjedhjet. Sa diplomat e këtyre? Edhe se ka konvertuar, vetëm jo ky po ka disa të tjerë. Politikanë që na dërdollisën se ka marruar Oxfordin e Cambridge. Jo, se po ti hym tani diplomave sa janë ka i ligj shteti shqiptar. Nuk të pengon që ti jesh me 8 klasë shkollë në krye të Bashkisë Tiranës, sepse diplomën e merr ke vota. Po kryeministri italian u zgjodh vetëm në shkollë të mesme, është zonë thon kjo. Nuk po them, por nuk rren ajo që nuk thot se ky ka marruar Cambridge. Unë po them mashtrimi. Se dim të se vërtetoj totalisht. Dy vërtetohet pra se kemi ligj ne
që çdo diplomë e marruar jashtë duhet konvertohet në ministeri. Dakor. Ky se kakne. Dakor. Dhe thot pra për çka ka marrë që i ka kolekta. Ky s'është jurist. Duhet Me ta jemi ndodhin për çka i ka kolekt. Po Ta shpjegojmë për shqiptar. Vjedh bashkë me këta. Duhet shfrytëzoj kohën. Se mund me rezulton në gjithë sjelljen e këtyre, koleg mund t'i ketë vetëm ka hajdut lek. Pra vetëm këte kanë përba, koleg quhet njëri që ke profesion, punë, ku diun të përbashkët me te. Qa kolegu i ka këta? Dhe vajta vetë se me zitë po prisja të shkoje. Nuk du të besoj kur, për nëse është kështu, i bi që t'i thush spakut bëfsha atë që në këthuhet. Tani për asnjë temë ti nuk ndalesh, kështu që unë si ta shfrytëzoj kohën për t'i ezauruar gjitha pyetjet. Unë nuk besoj që... Ti prekim nga pak të gjitha. Edion, me gjithë respektin që kam për ju dhe për median tuaj, unë nuk besoj që po shpif. Jo, po shpif. Dhe po shtoj. Jo, ti ke shumë për të thënë për gjithçka, prandaj. Po e ezaroj më shumë. Është me interes dhe për publikun. Ke edhe drejt. Ka një kohë të caktuar. Po e ezaroj më shumë se ç'duhet, disa afllësira do thoshti. Duhet nale me ta. Mreku dhe lash. Jo, e kam fjalën që marr kohë edhe për pyetjet e tjera se s'ndel koha praktikisht. Po për mua është shumë me interes të shpjegohen ato gjëra që i interesojnë publikun shqiptar dhe që janë thelbësore. Për shembull, ajo koha që harxuam për ti prekim në mënyrë të barabartë. Ja, unë për shembull tani dua të të pyes për amnistin. Amnistin, për shembull, ju keni rezerva, po. Po, 85 emra ish zyrtarësh për shembull të korruptuar nuk janë bërë publike. Pse nuk bëhen publike ata që janë që kanë përfituar nga amnistia penale? Ata që bën pazar natën në zyrat e kuvendit. Nga grupi parlamentar i Themelimit dhe nga grupi parlamentar i PS-s e para. E dyta, do të kërkojnë njerëz publike që janë treguar besprerë dhe pisë në protestues. Neni protestuesit e opozitës. Po opozita proteston si. Po pra po, që ishte kërkesë e Lulzim Bashës. Po pra po. Mo nuk desha diun se kërkesa e këtë. Okej. Sa kohë që protestuesit gjithë janë të arrestuar për kundërshtim të forcat policisë, se ky është Neni, 136 apo, që i fut ata mbrenda. Jo pse proteston, se protestën e kanë lirë. Po patjetër. Shqiptarët nga 8 dhjetor. Ti se ke përfshirë këtë nen në këtë vepër penale, do të thotë që i ke qenë besprerë dhe i pist me gjithë ata që janë arrestuar, 6 muaj, 1 vit, 2 vjet mbrenda për kundërshtim të forcat policisë. Po kush e bëri këtë pazarin pra? Po për mua pra Gazbardhi me Blet Çuçit. Sa kohë që të dy nuk guxojnë të përgjigjen Birnit. Se në fillim ministri Ulsi Manja e pranoi kërkesën paktën nga Lulzim Basha publike që kushtin për të liruar edhe protestuesit e opozitës. Dakor, pastaj bën pazar këta të dy thonë. Duke shëtit prehën, gjetën i prehën më të butë dhe u dakordsuan për një pazar pist. Për mua jo 83. Po edhe 0.83. Jo, 85 ish zyrtar, po thoni që nuk dalin emrat. Pse s'dalin emrat e këtyre? Po jo, po sepse kanë përfituar amnistin në kundërshtim me atë që ta zarbo politik thanë që nuk del asnjë nga këta pushtetar. Po. Kështu që në të vërtetë dalin 85, po. Po mua edhe 0.85. Po. Po dilnin nuk je i sinqert me atë që ke artikuluar publikisht pse po e bën këtë amnisti. Se ke thënë që 700, 800, 1000, 1200 nga 5000 burgosë që ka trash Shqipëria. Me zil po presin shkoj pranë familjeve, 6-7 sa dolën, u arrestuan prap, se edhe është histori vete. Vesi del me shpirtin, po. Jo, jo ishin ata, nuk ishte punë Vesi, ai i Vlorës ishte po e prisnin italian. Për tjetër edhe këta duhet ishin shumë të qartë në letrat e atyre që do të lironin, sepse ti nuk mund të lirosh një njerëz që është i dënuar në gjykatë italiane. Edhe pazari që bën me këta që nuk flasin, sepse pash djep duket një prononcim të Birnit që thoshte e morëm Çuçin nuk na dha përgjigje, Manda nuk na dha përgjigje. Dhe tjetrin qendrim hajde dhe po e vërtet. Ky luftëtar i paepur i për emrat e 85 zyrtarëve, po. Pse? Se ka denoncuar edhe pamfleti, po. Pse? Njëri që nuk ka as siklet, që s'është pjesë e pazarit, që nuk e lidh gjë dhe nuk intimidohet për zullumin dhe pislikun që ka bën me koshiencë, pse do të ketë frikë flasi? Unë kam fol për çështjen time. A me tun mua 10 muaj disa flisira, disa palaçat, që u dalin emrat ke Metamorfoza, ke Çati, ke Beqeja, ke Skaj, ke Ekro, disa fundrrina ish oficer sigurimi nga policia e shtetit, sajuan një dosje, shpifën për 6.000 eurosh, që në fund nuk e gjetën se s'kam, të kaluar nga firma Morrizit, kemi shty Morrizit, edhe po t'ishte, së shehe parash, është firmë cilën unë jam 50% aksioner, dhe jam krenar që s'ka marrë si tender në 25 vite aktivitet nga parat publike. E quan prokurori, u hetova 10 muaj, e quan për pushim gjykat, se thanë është lapsus. I kam hedhë në gjyq, kam kërkuar dëmshpërblim, pres të marroj gjyqin, kam bërë dhe i kallëzim penal për një aguri dhe. Sa kërkon dëmshpërblimin ti? Sa të ndoj qefi mu. Jo sa Begeti. Jo sa Begeti. Jo jemi kurioz sa do e kërkosh. Jo sa Begeti,
Aman se ky popull i paguan, kështu që ule pak dorën. Kur ky popull nuk i është dhimbs, në 682 milion euro që ka paguajtur arrogancën e qeverisë Rama, kot taksira do ta ketë dhe unë do ta fitoj gjyqin, do t'i paguaj dhe ata që më kanë hyrë hak, duke më linçuar me pa drejt dhe duke më anatemuar, si ai që bëj pastrim parash. Parat e kujt pastroj? Parat e syve që t'u plasin tyre, palaçeve që drejtojnë këtë vend për 34 vitesh. Parat e kujt? Unë nuk jam as i dënuar, as pjesë, po t'ishe kisha unë mandatit. As vim politik nga klanet e trafiqeve, as kam qenë trafikant, as kam ndruar emrin në Itali, si Rama, as jam spion sigurimi, si Rama Lindita e kompani që nuk guxojnë të hapin dosjet. As kam marrë këtu duke marrë Fatos Nana apo Sali Berisha, siç mori Fatosi, Ramën dhe Berisha bashkët nga lesht e kokës e hajde detin të karrierë. As kam marrë nga Kopi për shkuk e Gopi. Unë jam nga 10 në 90-s. Ky që jam dhe kush pëlqen kështu si që jam mik me ta. Kush mërzitet dhe më rrudh bust, as ma njen fare. Qoftë ky mbrana partisë ku militoj, se për ato jashtë nuk ma njen fare. Kështu që kur flas për Spakun e kam patur parimisht, jo për vete. Kur s'ja kam përmend emrin prokurorit që është marrë me Myslim Urrezi. Dhe do t'isha i vogël. Kur? Ata që janë interesuar mund ta dinë. Kur s'ja kam përmend emrin. Edhe pse e kam urryer për mënyrën se si po vepronte, por kur sepse i bie të bëja luftë personale. Sa kohë që unë isha ish deputet, edhe pse s'isha deputet. Kështu që të merresh me Dumanin pa u marrë me Spakun, ta fillosh ke kraja, se ke qenë president. Ti thush kraja se ti ke qenë sigurim sti vlla? Ke qenë hetuesi ke futur Orlan në Ruçimburg, ke qenë kandidat për deputet i Bashkimit të Nis, ke qenë pjesë e strukturës PS-s, ke qenë kryetari i kontrollit të shtetit 3 vjet 97-2000, kur Myur Rryzi ka qenë në parlament. Përfaqësuesi i Partisë Socialiste. I opozitës ka qenë Anati. Si e i pavarur. I që e i pavarur, si po unë nuk e fund ka fol Berisha, ka marrë patur jo pak ngarkesa me mdhef edhe taj Sali Berishës. Se kur flisë unë të thojnë, mos se flet ky, se ishin jashtë apo në politikë të madhe. Kraja pra është një nga hetuesit që ka arrestuar Berishën, e ka çuar kat 9, kat 10, kat 11. Në një reagim. Dhe këta bilbilej që bëjnë për që mendojnë që mbrojnë Berishën, për në fakt e bëjnë më shumë pis, se kur përpiqet me të mbroj i pistit, bën pis. Ta nuk flesin, tash i dalin ta. Edhe përsërisin një nga Qimpeka i pari, pa e marrën. Klevis Balliu. Përsërisin ato që ka thënë Urrizi, 2019, 2020 për kraj. Po pse atëherë ishin gjumti? Nuk i di kur thoja unë, apo s'ka problem. Duhet i thon këta. A kur i thon këta është e besueshme. Çdo gjë do dalë vetëm nga goja e qelbër e këtyre. Tani, të prekim një temë tjetër për cilën ju keni reaguar shumë ashpër publikisht, keni bërë edhe për këtë një tjetër artikull të fortë, ku denonconi skandalin me shkollën e magjistraturës, me provimin që nisi me numër 2 shifror e përfundoi me numër 3 shifror fituesish, etj. Për të mos rënë në përsëritje, për të mos u zgjatur. Ju keni bërë një pyetje, në fakt, që do përgjigje, por nuk është se mori përgjigje, as publikisht. Pse heshti opozita për mega skandalin me shkollën e magjistraturës? Ka patur një belbëzim në Komision Ligjeve të deputeta Zurata Çupi, cilën e falenderoj. Po. Por që s'ka peshën e dur, specifike. Në sensi nuk i dhanë zë shumë e kanë fjalën se nëse nuk do të kërkojnë reagime periferike, po. Ngritjen e komisionit hetimor janë të pis siç janë të pis dhe bashkëfajtor në 18 qershor 2017-s, kur 55 deputet të opozitës së atëhershme, që është edhe sot në opozitë, të kësaj partie ku unë bëj pjesë, të Fatmir Mediut, të Dasheut, të kujt Shpëtimi Drizit, ndoshta Dashi s'ka qenë, të LSI-s, votuan në blok trupën prej 31 vetingush. Tash e shajnë, jo motra Belindes, jo Kunati Mimit. Po çfarë ndodhi në shkollën e magjistraturës? Shkolla e magjistraturës është një pislik në vete dhe është jashtë kontrollit. Myslim Urrezi në 2020 nga patur një fjalim në parlament, ku i drejtosha Ulsi Manes. I thash, Ulsi, sa kohë që burimi është i qelbur, ju po përpiqni të pastroni depozitën në Kallam. Pra, vetingu është pastrosh depozitën i gjyqtarëve dhe i prokurorëve. Nxjerrësh jashtë loja ata që ti mendon që nuk janë ndej. Dhe këtu duhet një komision hetimor për të parë se si ka ngel Antoneta Sevdari, Elizabeta Imeri, Guri Ibrahimllari, ku diun, Anton Martini, Emerald, dhe si ka kaluar kampioni i drejtësisë me 110 milion lekë pa deklaruar. Pra dhe vetingusit vetë janë sjellë me 2 standarde, si palaxha që janë. Një trup në nivelin mesatar të shoqërisë shqiptare në dinjitet, në formim, në profesionalizëm.
jo më për 800 gjyqtarë të prokurorit. Çfarë ndodhi me 5 provimin nga e cilët fundit? i kanë votuar së bashku. 5 nga cilët janë dënuar. Pra edhe PD-ja 55 vota, 45 Ramës, i 100 vota kanë marrë ta në 18 qershor, 8 ditë para zgjedhjeve të 25 qershorit të 2017. Çfarë ndodhi me provimin e fundit? Aty çfarë s'ka ndodhur me të gjitha provimet tjera, i fundit është plasja e qelbit në sipërfaqe. I fundit. Po të shikosh se kush ka shkuar në magjistraturë, nga koha që është kapur kjo magjistraturë. Nga ajo se ka qenë një Tutulani aty. Që ka Semini më emër. Dhe pastaj erdhi ish prokurori i komunizmit Ben Kraja dhe gjithë sekretarët apo këshilltarët e administratës së pushtetit PS-s për çudi dhe gjithë juristët e ujësjelës kanalizimeve të OSHE-s, të Keshit, të hipotekave fitojnë në magjistraturë. Kjo është i kapje e drejtësisë dhe i heshtje e pisë të ndyrë opozitës për drejtësinë që do të kenë shqiptarë në 25 vite 30 vite të ardhshme. Ta që janë sot magjistrat, do të jenë gjyqtarë dhe prokurorët e Republikës së Shqipërisë për 25-30 vite të ardhshme. Nëse hesht dhe nuk kërkon me këmbgulje, kjo është betejë që është kaos që ngre pesh gjithë interesin e qytetarëve shqiptarë se e di se si sorallatën dhe që nuk morin kur drejtësi me këto palaço gjyqtarë prokurorë që dalin të seleksionuar si rilinda, si patronazhist edhe nga bindjet politike tyre dhe për kë kanë votuar. Edhe ambasadat e huaja në Tiranë fakt reaguan ashpër dhe monitoruan procesin. Jo, kërkuan dhe anullimin e testit, po Arben Rakipi, kreu i shkollës magjistraturës, nuk e anulloi testin. Nëse do të lejoni. Po. U justifikua me gabim teknik. Për dijenit të atyre. Ndërkohë në kuvend kanë kërkuar të thirret për të raportuar e për dhënë llogari Arben Rakipi për këtë skandal. Por jo më duhet hetuar dhe për mua duhet kallëzuar penalisht në SPAK. Arben Rakipi. Patjetër. Dhe ata që kanë gisht të kjo palaçlik që është bërë me 131 fitues të fundit. Dhe për mua duhet hetuar konkurset e magjistraturës vit pas viti kush janë ata që kanë fituar. Se kanë fituar studentë që kanë qenë nën mesatare 6.5. Nga 8.5 që thot ligji. Ka patur disa reagime në KLP, nga nën kryetari Tartar Baze, her pas here, por që mediat si kanë kushtuar në si, sepse mediat janë media inceneratorësh, shumicët. A dini që sot shkollën e magjistraturës janë pedagog. Ish hetues, gjyqtar dhe prokuror të regjimit bastard komunist. Arben Kraja një. Ky Arben Rakipi një. Dhe më ka ngel Sahati ky enveristi i Liseut Bashkurdit. Ky që bën rolin e Babaxhanit, ky që nuk flet se s'di, por që këta e majnë për të mençëm ai Kraja. Arben Rakipi ish hetues. Artan Hoxha, rektori i universitetit, ish hetues i komunizmit. Henrik Ligori, burri i deputetës Legushi Ligori. Ka ikë nga drejtësia se nuk do të kalon në vetin, është pedagog atje. Olsi Qela, prokurori i përgjithshëm, me gjithë kabinetin e tij, se këto shkojnë paket. Albana Shtylla, ish sekretarja e përgjithshme Ilir Metës në kuvend, që është në Veting. Sokol Çama i shkarkuar si gjyqtar dhe është i votuar në 18 qershor edhe nga Partia e Punës Demokratike për të qenë vetingus. Mariana Semini, më kujtu emri. Edhe kjo është pjesë e nomenklaturës me raca e Margarita Tutulani, dhe asaj që thoshte Iliri, e du Margarita më shumë se Monikën. Edlira Petri është bashkëshortja e Partizan Sokol Sadushit, është me gjithë burë kjo, është dhe Sokoli aty. Gent Ibrahimi, që ishte ke KLP-ja në kundërshtim me ligjin, sepse këta që hartuan reformën drejtësi, nuk duhet ishin pjesë e organeve të reja drejtësisë, ky është antar i gjykatës kushtetuese. Periklisa Aria, jurist enverist. Albeni Saraj, ish zëvendës ministri i brendshëm i partisë dhe deputet i Partisë Socialiste. Aida Bushati, bashkëshortja e ministrit jashtë të Dramës, të Ditmirit. Sokol Ngresi, Partizan Sokol Binaj, çuni i Manxar Binaj, sekretarit partë e Pelenës. Pas ka hyrë dhe Ervin Mete, ministri i financave, çuni i prokurorit larguar Bilbil Mete, nga Vetingua, si hajduta, nuk e duroj do të iku përpara se të vinte ai. I jep edhe mësim. Edhe Partizan Sokol Sadushi, me hetuesin e Durrësit, Vangel Kosta. Mungon vetëm Bedris Pahiu, Rapi Mina dhe Rani Çeleti kanë vdek. Dhe për këtë duhet flasë opozita, që tjetë e besueshme, që mos ketë i grush njerëzit në protestë. Që mos vinë të regjimit opozita pra, ka njerëzit e saj atje që njerëzit e kujt? Unë ndaj flas publikisht. Hyn aty. Sepse flas brenda forumeve
të kësaj opozite për çfarë hesht është ideja, apo aty hyn fëmijët e miqtë e njerëzit e të gjithëve. Po ndoshta me 130 veta unë nuk e njoh gjithë, duke pa emrat mund të kenë edhe këta. Po pra. Pjesën e tyre. Por për këta duhet të flasim. Se dhe heshtja ka një arsye. Se nuk ka turp më të madh, 34 vite pasi është rrëzuar sistemi i qelpsirave të komunizmit, të jenë gjithë falangat dhe pjesë të organeve të inkvizicionit komunist që kanë vrarë 6.022 shqiptar, kanë internuar 80.000 veta, kanë përgjuar, survejuar dhe shpallur kulak 150.000 familje shqiptare, kanë rekrutuar 156.000 spion, të jenë këta sot që do të kultivojnë brezën e ri të gjyqtarëve të vitit 2050, nuk ka turp. Nuk ka turp më të madh për çdo deputet të opozitës. Këtë kam kërkuar kur kam qenë vetëm në kuvend me 7 deputet. Jo me 44 apo 63, ku diun 54 sa kanë. Edhe nëse shkërkon dhe je i kapur, të shikon Mileti si palë të pist, që thu kanë bërë denoncim po që s'bën, që bën deklarata për një prokuror për I.6.000 dhe nuk bën denoncim, që nuk e ngre zërin për vetingun, që nuk kërkon komisionin hetimor, po tallesh nga 8, ti e Rama 2 dhe ti e qun arritje të madhe për 2 që I ka hetuar. Po edhe ato 2 po dështojnë se po bojkotohen e po... Po patjetër se ka qenë strategji. Ti duhet kërkosh komisionin hetimor për çështje sensitive që janë në interes qytetarëve, jo për të muluar pislikun atij që ti e para. Që janë me kosto direkte për të ardhmen. Pse po patjetër. Po pra po. Çfarë drejtësie presin qytetarë shqiptar për gjithë hallet e tyre kur jurist hipotekave, enverist, patronazhist, freshist, shkojnë me listë dhe fitojnë tek kryehetuesi dhe enveristi Rakipi, Tan Hoxha, Sadushi, Binaj, Kosto, gjithë lumhallet e të kaluarës. Po pse mos ka në brezin post-komunist që ka marru 91-95, nga 95 29 vite juristësh. Nuk ka jurist të kësaj gjenerate për të shkuar për të qenë pedagogët. Le të jem edhe bi, Kondili është I biri pranvera Kondilit, I vali Kondilit. Gjyqtare enveriste e gjykatës lartë e komitetet të shpëtimit me Thimjo Kondin, njerëz pas. Por nuk mund t'i them këti enverist. Ti atje I qa zemra. Dhe tek përgjimet njerëzore iranianët si patronazhist, ky ishte I thekuri, mbi fjalë me 2 nota plus, që ky votonte Enver Hoxhën, Ramën. Pra. Por s'ka qenë vetë, këta kanë qenë vetë që të mbrovon dy. Çfarë edukojnë këta? Këtë brez magjistratësh, të sotëm, kur këta vetë janë anadollak dhe kanë pasditur për ndjekjen inkuizitive për agitacion propagandë, 2 vepra penale ka pas kodet vjerit. Po. Tradhtare vjera dyqanesh. Çfarë din këta? Bastartë të nomenklaturës, hetues gjyqtarë prokurorët të komunizmit. Për këtë duhet flas edhe Sali Berisha, duhet fliste, jo sot. Edhe Flamur Bardhi, edhe Gaz Noga, edhe Gjek Bardhi. Jo të vinë tër se po takojnë demokratë Roskovecën, Patos, se ku di unë, e se po bëjnë namin. E qujnë kryer misionin e opozitës, me 1 orë që ngjojnë 300 militantë partije, fjalimin e Berishës tek balkoni, edhe I herë në javë, për ditë xhumaje, me që është e falme të xhuman, 1 herë në javë, në vend falmes, shkojnë edhe në sa shishe me benzin tek Lalieri. Po pra se te godina e kryeministrisë nuk shkojnë. Po edhe kjo, I vendit. Edhe kjo duhet me pa. Atje duhet shkojnë ballafaqen. Kam qenë 2. Jo, ai është vendi I parë. Un kam qenë 2. Se shkojnë atje, është pyetje. Jo, më erdhi natyrshëm. Po. Kjo është rezerva që kam dhënë. Kam qenë 2 premte dhe nuk shkoj më nëse aty ligjërojnë antar të partisë LSI-s, dhe nëse ligjërojnë njerëz që kanë interesa të ndërlidhura dhe pista frontale, luftën e ka me të parin e vendit. Pse nuk shkohet asnjëherë poshtë zyrës së Ramës, por në gjithë botën. Nuk bëhet opozitë ndaj një. Po pra. Ky është hajdut I vogël që atëherë kujt I shërben indirekte I gjithë kjo? Është kjo ajo që folëm pra. Pra unë thash shumë më shumë nga e qartë, patjetër. Pse kam rezervat e mia. Edhe nëse vazhdohet kështu, që këta ndrojnë se Gazi që rrejnë vetën, jo mu, por besoj jo demokrat dhe antikomunist tjerë, nuk I gjendet më. Gazi do ta majmë prej nëse ka vullën. Gazi ka me nder 1 met madh, jo vullën, se po ta kishte e kishte pru. Unë nuk besoj që vullë vjen tek rithemelimi. Sepse vullë nuk mos ka ardhur Gazbardi aty për të marrë është njerëzit edhe bashkëpunon me Bashën për të marrë partinë. Gazi nuk merr dot akoma një njerëz. Se qarkullon dhe kjo teza. Gazi jo të mori tjerë, të mori një për vete. Gazi është për mu patrulla pararoj e Lulit. Për mu. Dhe sa kohë që është I pasgjedhur nga Këshilli Kombëtar, nuk di ç'e shtyu Sali Berishën, nuk flas për ata lëpirë që I dur trokasin, çdo gjë që ja u thon.
që ta pranonte Gazën e Gjikmarka nën kryetar pa vota. Kur Luciano Boçi me Erbil Lykbashi zgjidh me vota. Kur Flamur Ndoka zgjidh me vota. Edi Paloka me vota. Vetë Sali Berisha një antar i vot. 35.000 demokratë. Kështu që për ta përmbyllur. Këta po e ndrojnë, do të jetë shumë vrastare dhe shumë fatkeq për këtë opozitë reale që mori 507.000 vota në 14 maj, pa emrin e Berishës flet votimit, pa komisioner, në një logo që si unë shumë tjere kanë rryrë, ndaj vota Këshilli ka marrë gjysmën e votave të kandidatëve. Nëse zgjedhja 2025 do të shkohet me një sigël të një partije që nuk e lidh gjë me palcën e opozitës reale dhe Partisë Demokratike, të krijuar në dhjetor si opozita e parë mas 45 vite me Partitë e Punës, që janë antikomunistët, për ndjegut politik, pronarët, pjesa gri dhe pjesa që pret për një Shqipëri më të mirë që se ka pas lidhur gjë me krimet e komunizmit dhe me strukturën e lartë të Partisë Punës. Nuk do të marrë më jo ai deputet sa kishte, por do të jetë një katastrofë dhe një zhgënjim total për gjithë qytetarët që shpresojnë për të përmbysur qeverinë Rama dhe për të patur një rotacion me votë në politikë. Mbetet për të parë çfarë do të ndodh, do t'ju kemi sërish në studio për të diskutuar mbi zhvillimet që nuk mungojnë asnjëherë në këtë vend edhe pse gjithçka rrotullohet rreth njëjtave pika dhe njerëzve, fatkeqësisht. Unë falenderoj shumë që kisha sot në studio. Është fatkeqësisht shqiptarësh. Okej. Sa kohë që ky popull do t'ju shkojë nga pas 4-5 individëve që nuk lejnë gjë pa thënë për ta. Dhe kur vijnë votimet, dashurohet me dhunuesin sipas sindromit Stockholmit, ta gëzoj dhe ta ketë hak talljen, hajdutlekun, arrogancën, dajakun e atyre që vinë pushtet. Falenderoj shumë që të kisha në studio, se jemi pak të keq me kohën, pashoj do të rikthehet në pjesën e dytë të tim me një tjetër të ftuar, po sa kohë ju kemi juve, kemi kohë plot. Rikthehemi në pjesën e dytë.